transmetim të drejt për drejt dhe sigurisht në fokus kemi informacione. Ditën e djeshme, dosja e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka kaluar për gjykim. Do të marrim pak më shumë informacione nga gazetari jon Esido Barka, i cili na bashkohet në këtë komunikim të drejt për drejt. Mirëmëngjes, Esido. Mirëmëngjes, Esido. Mirëmëngjes, Flori dhe Brikene. Në fakt, me datën 10 shkurt të vitit e kaluar, ishte dita kur arrestua kryetari në detyrë Erion Veliaj brenda zyrës së tij. Konkretisht ditën e sotme bëhet plot 12 muaj për një vit fiks kur kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ndodhet në qeli akuzuar për disa vepra penale nga prokuroria e posaçme. Ditën e djeshme në fakt dosja e kryebashkiakut të Tiranës dhe jo vetëm, por edhe të bashkëshortes së tij Ajola Xota si dhe disa biznesmen të tjerë në fushën e ndërtimit si dhe ish deputeti i Partisë Socialiste Kletin Babushka ka kaluar për gjykim, edhe pse pati kundërshtime, dhe në fakt jo kundërshtime të lehta, por të ashpra nga pala mbrojtëse e zotit Veliaj dhe disa të akuzuarve të tjerë. Kujtojmë në fakt se në fillim të muajit shkurt, gjatë seancës paraprake për të kaluar apo jo dosje për gjykim, kryetari i Bashkisë së Tiranës pati një përplasje me tokat e zeza, u shpreh sërish se nuk ka patur kohë të mjaftueshme për të studiuar dosjen voluminoze sipas tij, e cila nuk i është dhënë fizikisht në ambientet e paraburgimit të Durrësit për të njohur konkretisht me veprat penale për të cilën akuzohet nga prokuroria e posaçme, vepra penale të cilat ai ka kundërshtuar fort, qoftë vetë kur ka qenë prezant në sallë apo edhe përmes avokatëve të tij. Ditën e djeshme zoti Veliaj ka munguar gjatë seancës paraprake, por është vendosur që dosja të kalojë në gjykim. Konkretisht, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj akuzohet për 13 vepra penale, akuzat e ngritura zyrtarisht nga prokuroria e posaçme. Kujtojmë që dosja me fakt ose më saktë hetimit janë mbyllur përpara 5 muajsh dhe të paktën 5 muajt e fundit kemi patur një përplasje sa i takon në sallat e gjyqit për të kaluar apo jo dosja për gjykim, dosje në fakt e cila u vendos ditën e djeshme nga tokat e zeza për të kaluar përfundimisht në gjykim. 13 akuza rëndojnë ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëshortes së tij Ajola Xota, në fakt 9 prej tyre rëndojnë akuzat e korrupsionit, të tjerat janë shpërdorim të tyre apo futja e jashtëligjshme të sendeve të jashtëligjshme pra brenda qelisë. Megjithatë, pritet tashmë të kemi seanca të forta përplasje mes zotit Veliaj gjatë le të themi përballjes së tij me prokurorinë e posaçme, i cili në formë mbështetës edhe nga avokatët e tij ka kundërshtuar akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme. Kjo ngelet për të parë në vijim pra le të themi faktet e reja ose se si do jetë pozicioni i prokurorisë së posaçme, e cila në fakt ka arritur të dokumentojë sipas saj të gjitha veprat penale ndaj akuzave që kanë ngritur ndaj zotit Veliaj. Në momentin që dosja e kalon për gjykim, Esido, si funksionon? Pra, sigurisht që ai ka një mandat i cili do të jetë në vazhdim si pas vendimit të marrë, po si veprohet nga ana legjislative në momentin që një dosje e caktuar kalon për gjykim? Atëherë dosja për gjykim e cila u vendos ditën e djeshme nga tokat e zeza, tashmë presim të nisim dhe gjyqjet në themel për kryebashkiakun Erion Veliaj, do të qëndrojnë në krye të Bashkisë së Tiranës deri në përfundim të gjithë procesit gjyqësor, pra në momentin që kemi një vendim të formës së prerë, kjo pra mbështetur nga vendimi i gjykatës apelit. Jemi ende herë për të folur sapo ka nisur leximi procesi në themel procesi gjyqësor ndaj zotit Veliaj, pritet të jepet pra pikë së pari vendimi i shkallës së parë për në gjykatën e posaçme të shkallës së parë dhe në pas vendimi i apelit. Deri në këtë moment zoti Veliaj do të qëndrojë edhe pse me qelinë në krye të Bashkisë së Tiranës. Kujtojmë që përpara disa muajsh, konkretisht në muajin shtator, në fakt Partia Socialiste kërkoi le të themi shkarkimin e zotit Veliaj, duke argumentuar se ai ka qëndruar më shumë se 3 muaj jashtë zyrës së tij, por nga ana tjetër zoti Veliaj kundërshtoi shkarkimin e tij, pra duke u mbështetur tek gjykata kushtetuese, ku shpreh se është i zgjedhur vendor dhe duhet të qëndrojë në krye të Bashkisë së Tiranës deri në momentin që drejtoria të japi vendimin final për të, pra flasim për vendimin e apelit. Ndaj është një betejë e gjatë le të themi për zotin Veliaj, i cili edhe pse në qeli është akoma kryetar bashkie. Nga ana tjetër, ditën e djeshme në fakt për një tjetër bashki të qarkut të Tiranës së Rogozhinës kemi patur zhvillime intensive, konkretisht apeli i posaçëm dënoi me një vit burg e dison me mollën kryetarin e Bashkisë së Rogozhinës. Sot pra Rogozhina është zgjuar le të themi pa kryetar bashkie, zoti me molla ditën e djeshme është vendorzuar në ambientet e komisariatit të policisë së Kavajës, i cili është dënuar me vendim të formës prerë me një vit burg i akuzuar për korrupsion
e zgjedhjet e vitit 2023. Konkretisht shetimet e sakta kanë zbuluar se zoti Memona në bashkëpunim me dy specialistë të OSHE-s nuk i kanë ndërprerë energjinë elektrike një shtetësi, ku i cilit i kanë premtuar pra që të votonte për Partinë Socialiste konkretisht për zotin Memona në mënyrë që të ketë le të themi mos ndërprerje energjisë elektrike. Ndaj akutet e sakta janë arritur dhe kanë përfunduar në konkluzionin se në bashkëpunim me dy specialistët OSHE-s, të cilët atë fundit kanë falsifikuar formular duke mos i ndërprerë energjinë elektrike qytetarit. E qartë, si do kam një pyetje të fundit, shkurtimisht, a ka një e konsiderove një betejë të gjatë, patjetër këtë me cilën do të përballet kryebashkiaku Erion Veliaj, po a ka një afat, le të themi, në këtë rast? Se takon afateve është e vështirë për të përcaktuar Brekena, kuptohet që kemi pasur dhe një betejë të gjatë të paktë me sansa para praktit e zotit Veliaj, ku shpeqer avokatet e tyre pra nuk kanë qenë prezente në sallat e gjyqit, duke sjellë kështu dhe një shtyrje le të themi të procesit gjyqësor. Kjo ngelet për të parë se sa e gatshme të jetë mbrojtje për të përballur me akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme dhe si do të vijojnë në vijim për seansat. Qartë, mirë, si do të falenderojmë për këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe çdo sqarim dhe informacion. Faleminderit dhe Sido.